Falenderoj, regjia ndërkaq I ka disa pamje nga brenda punimeve që po zhvillohen në aeroportin e Vlorës, sa po t'i ketë gati regjia, unë do t'i shfaq, ndërkaq, para se të ndalem tek paneli, dua të lexoj shkurtimisht 2-3 të dhëna. Tabela e parë ka të bëjë me lëvizjen e aksioneve mes ortakëve që kanë marrë koncesionin e aeroportit të Vlorës. Pra kjo është skema e aksioneve. Mapco Construction SA, që përfaqësohet nga zoti Bexhet Pacolli, ka patur 58% të aksioneve, ndërsa kompania turke YDA ka patur 40% të aksioneve, ndërsa ortaku tjetër, ortaku I vogël, siç është quajtur, I2A Group, I përfaqësuar nga Valon Ademi, ka patur 2% të aksioneve. Më pas, kompania turke YDA I ka shitur aksionet, pra 40% e vet ja ka shitur Mapco Construction, pra Bexhet Pacollit, me një vlerë 4.200 euro. Pra ka shitur 40% në aksioneve me këtë vlerë. Dhe ka pra një marrëveshje të re më pas, pretendohet, midis Mapco të zotit Pacollit dhe 2A Group të Valon Ademit, e paregjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, në QKB. Dhe sipas kësaj marrëveshje të re që pretendohet, Mapco Construction SA I Bexhet Pacollit mbetet me 51%, ndërsa 2A Group nga 2% shkon në 49%. Pra pretendimi I 2A Group I Valon Ademit është ky, pra 51% me 49%, ndërsa pretendimi I Mapco I zotit Pacolli është që kuotat e aksioneve mbeten 98% për Mapco me 2% të 2A Group. Këto janë pretendimet të pakta. Ndërkohë, ka patur vetëm 2 reagime të palëve, një I zotit Pacolli dhe një I zotit Valon Ademi ose I 2A Group, të cilat unë do t'i lexoj, nuk ka patur reagime të tjera. Çfarë është ky komplot? Pra është një reagim I datës 19 tetor, mbasi shpërtheu në media ky konflikt mes dy ortakëve. Çfarë është ky komplot I koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim? Pikërisht tani që ndërtimi të aeroportit po I vjen fundi. Çfarë janë këto ofendime? Kush po e orkestron këtë fushat shpifjesh dhe pse? Unë, përveç se po përpiqem të mbroj pronën time, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje. Duket qartë se dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për të dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Pra zoti Pacolli qartazi tregon se nuk është thirrur nga prokuroria dhe nuk ka ndonjë padi penale ndaj tij. Gjithsesi, nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, thot zoti Pacolli, por nuk do të pranoj kurrë asgjë që nuk më takon. Kam dhënë kontributin tim të ndershëm me qindra miliona euro investime që vijnë 100% nga asetet e mia personale të dokumentuara dhe të garantuara me fonde dhe kolateralet e mia private. Asnjë qindark publike, çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime. Faktet, dokumentet dhe zoti janë dëshmitar të qëllimeve të mia të mira. Dua të lënë në Vlorë një trashëgimi duke e ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet. Por një gjë është e sigurt, nuk mund të duroj më këtë padrejtësi ku përbaltet emri im, dinjiteti dhe investimi im. Këto sulme të organizuara do t'i përballoj me të vërtetën dhe me faktet në dorë, thot zoti Pacolli. Ndërkohë ka patur një reagim nga 2A Group I Valon Ademit me këtë figurë ose po themi pikturë patriotike. Nuk jam në luftë me ata që flasin me metafora, as me ata që mbulojnë mashtrimin me buzëqeshje e as me mashat. Lufta ime nuk ka emra, por ka kuptim. Lufta është me Compartment Berninën, jo si emër, po si simbol I asaj bote që kërkon të blej flamurin. Më pas do të ndalemi dhe çfarë është Compartment Bernina, sepse është një kompani me cilën pretendohet që zoti Pacolli ka nënshkruar një kontratë huaje për 100 milionë dollarësh, po ku është ngritur një pretendim se mund të qëndrojnë rusët, pra pasaj etj, do ta sqarojmë. Ajo përfaqësohet nga Bart Tutrelblum, njeriu që dikur përfaqësonte palën ruse në negociatat me Paris Club. Nuk është rastësi, është kujtesë. Një kujtesë se pas çdo formule financiare që duket e qetë mund të fshihet një synim për të zhdukur rrënjët. Unë nuk jam në luftë për para, sepse sistematikisht deri në gusht Pacollët mi ofruan ato. Jam në luftë për të mos humbur kuptimin e fjalës Shqipëri, sepse për mua Vlora International Airport nuk është një investim, është një pjesë e shpirtit të një kombi që ngrihet për të fluturuar mbi hijet që duan ta mbajnë poshtë. Ndërkohë, Valon Ademi, pra pronari ose po themi drejtuesi I kompanisë 2A Group, I është drejtuar gjykatës së Tiranës me një kërkesë ku ka kërkuar masën e sigurimit të padis
duke pezulluar çdo vendim të planifikuar në asamblen e ortakëve që ishte caktuar, unë po e lexoj shkurtimisht, pra kërkues është shoqëria 2A Group dhe palë interesuar është shoqëria Vlora International Airport, objekti, marrjen e masës së sigurimit të padis duke pezulluar marrjen e çdo vendimi në mbledhjen e asambles përgjithshme të ortakëve të shoqërisë Vlora International Airport, të njoftuar për të mbajtur në datën 20/10/2025 sipas atij renditite deri në zgjidhjen e çështjes me një vendim të formës së prerë, pezullimin e të drejtës së votës të ortakut të shumicës, pra të zotit Facolli, deri në regjistrimin e kontratës së shitjes së kuotave të datës 3/4/2025 me objekt transferimin e kontratës së shitjes së kuotave. Okej, pra ideja është nga 2%, zoti Ademi pretendojnë që duhet i shtohet edhe një 47% tjetër për të shkuar në 49% sipas marrëveshjes që ka bërë me zotin Pacolli. Ndërkaq, regjia i ka pamjet e punimeve nga brenda aeroportit, i shohim për interes të publikut, meqense dhe Algerti na tha që nuk kishte mundësi të filmonte nga brenda. Unë kam arritur të disponoj disa pamje, këto janë pamjet që janë të ditëve të fundit nga punimet në aeroportin e Vlorës, pra duket që puna po vazhdon me intensitet, siç e tha dhe gazetari ynë Algert Arizi, po punohet me 2 turne, këto janë pamje edhe nga ambientet e brendshme, ose ky më saktë është një ambient i jashtëm, jo i brendshëm, edhe nga pista e aeroportit të Vlorës. Dhe pretendimet e palëve janë që aeroporti do të përfundojë brenda afatit të saktuar sipas kontratës, pra brenda shkurtit të vitit 2026. Kjo është dhe kulla e aeroportit të Vlorës. Okej, këto ishin pamjet, thjesht edhe për kuriozitet, për të kuptuar çfarë po ndodh atje brenda, meqense s'kemi parë më pamje që nga momenti i inaugurimit dhe që nga momenti kur ul charteri i zotit Pacolli. Zoti Sejdara, si ta nis me ty? Patjetër. Çfarë po ndodh me pse e pam atë skemën e transferimit të aksioneve, turqit që ikin, shesin aksionet, më pas ortaku vogël pretendojnë që është bërë i madh me 49%, si ta kuptojmë të? Sherr mes ortakëve apo ka diçka më shumë? Duhet